Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Natë tmeri kanë përjetuar pushuesit në një hotel në Vlorë, pas përfshirjes nga zjarri. Pushuesit janë edhur nga balkoni për të shpëtuar, 6 persona janë plagosur, 5 janë nisur në Tiranë, ndërsa një vajzë ka pësuar djegje të rënda. Një zjarr ka përfshirë një ambient lokal dhe një hotel në zonën e Lungomarrës në qytetin e Vlorës, ngjarje e regjistruar rreth orës 4:30 të mëngjesit të sotëm. Dyshohet se ngjarja ka qenë aksidentale, ndërsa flakët fillimisht kanë përfshirë lokalin në katën e parë dhe më pas fasadën dhe katën e dytë të hotelit, ndërkohë që 7 persona janë dëmtuar, të cilët janë dërguar në urgjencë te Spitali Drarnal të qytetit të Vlorës për të marrë ndihmën mjekësore. Në ngjarje ka mbritur me njëherë forcat zjarrfikse dhe autoambulancat, ndërkohë që dhe policia ka nisur hetimet për këtë ngjarje. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë orët e para të mëngjesit të së dielës një hotel në Lungomare të Vlorës, duke lënë të plagosur 7 persona. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4, ndërsa flakët dyshohet se ka nisur në katin e parë të godinës ku ndodhej një bar-restorant. Zjarri është përhapur me shpejtësi në ambientet e lokalit dhe më pas është ngjitur në katin e dytë ku ndodheshin dhomat e hotelit. Të 7 personat që ndodheshin në hotel kanë tentuar të largohen nga godina. Disa prej tyre në përpjekje për të shpëtuar flakëve janë detyruar të hidhen nga balkonet, si pasojë disa kanë pasur fraktura, ndërsa të tjerë kanë marrë djegje në pjesë të ndryshme të trupit. Një prej vajzave ka pasur djegje të shumta në trup dhe pas marrjes së ndihmës së parë në spitalin e Vlorës, të plagosurit janë transportuar drejt Tiranës për trajtim më të specializuar në spitalin e traumës dhe në repartin e djegjeve. Zjarri që ra në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, të lënduar mbetën 7 persona, 6 prej të cilëve ishin nga Prishtina, kurse një person tjetër ka qenë nga Rësheni. Ndodhemi në ambientet e urgjencës së Spitalit të Vlorës, ku sipas edhe mjekut të reanimacionit Edmond Breshanaj, 5 persona u dërguan në urgjencë drejt Tiranës, ndërkohë që një person tjetër vjen të jetë ende nën monitorim në bluzave të bardha në ambientet e Spitalit të Vlorës. Ndërkohë që personi i 7 ka dhënë nga spitali me lëndime të lehta. Sipas mjekut, 5 prej tyre kishin pësuar djegjet në pjesë ndryshme të gjymtyrëve, ndërkohë që një person i cili ishte hedhur nga kati i dytë i ambienteve të hotelit kishte pësuar dëmtime në fraktura. Po mbajnë në monitorim një person paraqiten në gjendje të rëndë, kurse personat e tjerë, sipas bluzave të bardha, janë jashtë rrezikut për jetën. Sipas mjekëve të Spitalit të Vlorës, Edmond Breshanaj, shefi i reanimacionit, gjendja e pjesës më të madhe të plagosurve është stabilizuar, ndërsa njëra prej vajzave paraqet dëmtime të rënda me djegje në pjesën më të madhe të trupit. Ishte një situatë shumë urgjente, ishin 6 pacientë të dëmtuar sipas të dhënave nga eksplozion nga një restorant e Hotel Brooklyn. Këta pacientë ishin në katën e dytë, 3 pacientë ishin të djegur rënd, dhe 2 pacientë ishin hedhur nga kati dytë dhe kishin pësuar dëmtime të frakturat bashkimit, frakturat kolonës. 2 prej këtyre ne nisëm në qendrën e traumës, sepse s'kishin djegje vetëm, kishin elemente të traumës, dhe 3 prej atyre i transferuam në qendrën e djegje plastikës në Tiranë, duke marrë ndihmën mjekësore të kualifikuar në momentet e para. Patëm një lajmërim të gjithë ekipit mjekësor kirurgjikal, mjek, infermier dhe urgjenca kombëtare që ishte, dhe ishin të gjithë nga dishmëri. Si përore mbritën? Këta kanë mbritur deri rreth orës 4:30, 4:30 kanë mbritur, që u dha sinjali. Që rrezikon jetën ishte një paciente që ishte djegur pothuajse 100% dhe një paciente rreth 50%. Po pa dishin moshat e reja, 25 dhe moshën 30 vjeç. Kryesisht këta ishin nga Prishtina, Olimpiani dhe njëri nga pacientët ishte nga Rësheni. 5 prej tyre i dërguam në Tiranë, 3 në djegje plastike dhe 2 në qendrën e kombëtare të traumës, dhe një pacient që ishte me kondicion bashkëni që ishte më lehtë, ne e mbajtëm këtu në repartin e kirurgjisë. Nga informacionet paraprake, dyshohet se zjarri ka nisur në ambientet e bar-restorantit nga një prizë treshe ku ishin lidhur 2 frigorifer. Mendohet se mbi ngarkesa elektrike ka shkaktuar flakët, të cilat më pas janë përhapur me shpejtësi në të gjithë lokalin dhe në katin e hotelit. Të plagosurit janë kryesisht të rinj, rreth moshës 20 deri në 30 vjeç, të cilët kishin disa ditë që pushonin në Vlorë dhe ishin akomoduar në këtë hotel. Një prej të rinjve u detyrua të hidhen nga balkoni së bashku me bashkëshorten e tij, ka treguar momentet e panikut dhe përpjekjen për të shpëtuar flakëve. Jena nga Lipjani.
Do na tregosh çka ka ndodhur dhe sa ka qenë ora? Ishëm në gjumë në orën 3, nuk e di, orën 3 diçka ishte, gati 4, kërsimat, bum, e fejura u qu e para, më tha qu për gjumit se zdi që ka ndodhë, u qu me dal ka dera, normal, ishte tym, shumë tym, ishte një tymi mrena, dhe dollëm na nga balkoni ishte flak, tym, edhe nga balkoni e pam aty që kishte një mburoj, edhe hypëm si pra së mburoje, vazhdojmë edhe kërcym poshtë. Ta jo në rash... Juve u hodhët apo... U hodhëm, nuk u lëndum nga djegja, për tani ato kur jam hodh, kam bra një cep të një hekri dhe e kam lëndu kam. Ka pas të tjerë në hotel që janë hedhur apo kanë rrezikuar ju pat? Po, kam pa një familje me fëmijë të vogël edhe një burr. Sa ditë kishit në ato hotel? Ishëm dita dytë ishte aty. Momentet të vështira, keni parë aty të tjerë persona që janë ndjekur, kanë pasur... Ka po persona kështu që kanë bort, kështu s'kam pasi njeri kështu. Por kam po persona... Në dhomë, erdi zjarri aty? Tymi hyri, këtë brana, po. Ishit katë dhe dytë, apo ja? Katën e dytë, sop, për mi... Po si për lokalit. Juve nga jeni dhe sa vjeç jeni? 21 vjetë nga Lipjani. Si të quaj? Luan. Emri? Salihu. Po dhe fejuara juaj? Rumesa Haliti, Salihu. Ajo s'pati probleme? E martuar, grue. S'pati probleme? Jo, as pak. Të shkuar? Faleminderit shumë. Po qëndronim në këtë hotel dhe u zgjuam gjatë natës. Ndjem një aromë të çuditshme dhe dëgjuam disa të ulëritura, kështu që dolëm të shihnim nga dritarja se çfarë ishte duke ndodhur. Ndodhi rreth orës 4 ose 4:30, nuk jam shumë i sigurt, por po qëndronim në këtë hotel kur ndodhi ngjarja. Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për të përcaktuar shkaqet e sakta të zjarrit dhe rrethanat e ngjarjes. Një telefonat nga një banor ka njoftuar në kohë shërbimin zjarfikës, është shprehur kreu i shërbimit zjarfikës Luan Kapaj, sipas të cilit kanë mbërritur në vend ngjarje. Kati i parë i hotelit ishte i përfshirë nga flakët. Një telefonat e një banori ka bërë të mundur njoftimin në kohë të shërbimit zjarfikës për situatën e krijuar në Hotel Brooklyn, ku flakët përfshin godinën në orët e para të mëngjesit. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, forcat zjarfikëse janë angazhuar dhe kanë shkuar në vend ngjarje duke nisur ndërhyrjen për të vënë nën kontroll flakët dhe për të shmangur përhapjen e zjarrit në pjesa të tjera të godinës. Shefi i shërbimit zjarfikës, Luan Kapaj, shpreh se telefonata e banorit ishte vendimtare për reagimin e shpejtë të strukturave të emergjencës. Sipas tij, forcat zjarfikëse mbërritën në kohë rekord dhe menjëherë nisën vlerësimin e situatës. Kapaj thotë se situata nuk u nënvlerësua që në momentet e para dhe se ekipet u angazhuan me të gjitha kapacitetet për izolimin e zjarrit. Sipas shefit të zjarfikëses, flakët ishin shfaqur në 2 krah të godinës duke bërë ndërhyrjen më të vështirë. Ekipet u përqendruan në izolimin e vatrave të zjarrit dhe në parandalimin e prapjes së flakëve në pjesët e tjera të hotelit. Një tjetër shqetësim për forcat zjarfikëse ishte nxjerrja e personave që ndodheshin brenda godinës për shkak të tymit dhe flakëve, disa prej tyre tentuan të largoheshin përmes ballkoneve. Përshëndetje, unë jam Luan Kapaj, në detyrë drejtuesi i shuarjes zjarrit në stacionin e zjarfikës Vlorë dhe brëm kemi pasur një situatë disi të veçantë për ne zjarfikësit, jo se situata tjera janë më të lehta, por kjo ishte disi e veçantë sepse ka qenë një zjarr nga përmasa të mëdha në katin e parë të bar restorant dhe pastaj zjarri desh u përhap dhe në katin e dytë ku ishte edhe hoteli. Fillimisht këtu në shërbimi i zjarfikës të zyre informacioni që ne disponojmë, ka ardhur një telefonat, dikush ka kaluar dhe ka parë një si djegje apo një flak të vogël dhe tha që po digjet një koltuk. Shu ka qenë telefona fillimisht. Menjëherë ekipi i zjarfikës është nisur për vend ngjarje. Sa ka qenë në pozicion që ka parë vendin e ngjarjes, komplet bar restoranti ka qenë në flak. Menjëherë drejtuesi i këtij ekipi ka kërkuar ndihmë për nga kolegët që të vinin forca dhe mjetet e shtesë për të përballuar situatën. Fillimisht u desh që të bëhesh ndërhyrja në 2 drejtime, të izoloheshin flakët e zjarrit që mos kalonin katën e dytë të hotelit dhe të bëheshin me mundur dhe evakuimi të gjithë këtyre banorëve që ishin rezidentë në hotel. U punua pothuajse me forcat që kishin dispozion duke ardhur dhe ndihmë forcat e tjera. Mendoj se situata u menaxhua në mënyrë korrekte dhe ekipi i zjarfikës dha maksimumin që personat që ishin në katën e dytë
të nxirreshin pa problem, duke u dëmtuar sepse fillimisht ata kanë tentuar për të dalë vetë nga hoteli, duke u hedhur nga ajo. Ne kemi vënë shkallët për të ardhur ndihmë këtyre banorëve të hotelit. Situata ishte shumë e vështirë sepse lokali ishte i përfshirë komplet në flak dhe temperaturat dhe tymi bënte efektet e veta duke kaluar nëpërmjet kafazit të shkallëve për në katën e dytë. Kështu që banorët ishin brenda, ishin e pamundur të dilin nëpërmjet shkallëve, duke dalë në balkon për të gjermën rrugë të tjera për të evakuuar. Mesazhi nga shërbimi zjarrfikës është që të gjitha kush disponon bare, hotele, restorante apo ambiente që kanë njerëz apo që gatuhet apo që shërbet, duhet bëjnë kujdes të marrin masa mbrojtëse sepse duke punuar me orë të tëra dhe pajisjet janë në ngarkesë dhe mund të shkaktojnë zjarr. Ti mbajnë në mbikëqyrje sepse zjarri shkakton dëme dhe ka dhe probleme në njerëz apo dhe në dëme materiale të tjera. Ndërhyrja e shpejtë e shërbimit zjarrfikës bëri të mundur lokalizimin e zjarrit dhe shmangjen e prapjes së mëtejshme të flakëve, ndërsa në vendngjarje vijon veprimet për kontrollin e plotë të situatës. Pas përfundimit të ndërhyrjes, autoritetet nisën dhe verifikimet për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e rënies së zjarrit në ambientet e hotelit. Operatorët turistik të Vlorës në solidaritet të plot me pushuesit e prekur nga zjarri në hotel, kështu ka deklaruar për mediat kreu operatorëve Bedinaj, sipas të cilit janë ofruar ambiente për akomodimin e pushuesve të prekur nga ngjarja, që pushimet e tyre të mos ndërpriten. Po, është një aksident i rëndë, prej orëve të para të mëngjesit jemi njoftuar nga kryetare e bashkisë, e cila për fatin ton të mirë ka qenë në teren nga ora 5 e mëngjesit. Në orat të vazhdim kemi qenë në kontakt me gjithë turistët janë atje, me administratorët e hotelit. Kemi dhënë ndihmën tonë aq sa mundemi dhe uroj dhe shpresoj që të shërohen dhe të dalin sa më shpejt nga spitalet ku po marrin shërbimet mjekësore në këto momente. U kemi njoftuar që pushimet e tyre duhet, nëse ata kanë dëshirë, ti vazhdojnë për ditën në vazhdim, sepse kanë patjetër programin e tyre të transfertave nga aeroporti i Tiranës, dhe kështu me radhë, po ashtu dhe ata që kanë ditën sot për të bërë check-in në ato hotel, i kemi rialokuar në hotelet e tjera të Vlorës, pa pagesë kuptohet, po ashtu dhe kryetaria dhe shoqet e turizmit po merren për të plotësuar ato që ata kanë humbur, veshmbathje apo gjëra të tjera që ata kanë nevojë kësha, po kemi një rakordim, uroj dhe shpresoj, si thash pak më parë, që të shërohen sa më shpejt. Një nga vajzat, informacionin e kemi që është në gjendje të rëndë shëndetësore, urojmë dhe shpresojmë që ajo të bëhet mirë. Pra, jemi një qytet turistik si Vlora që këtë vit ka pasur një bum vërtet të mirë. Incidentet të tilla nuk duhet ndodhin, por kur ndodhin duhet u dalim përpara dhe të rakordojmë njëri tjetrin. Bashkitë shqiptare po hasin vështirësi në ushtrimin e disa prej përgjegjësive që lidhen me zhvillimin ekonomik, mbështetjen e biznesit, bujqësinë dhe mbrojtjen e mjedisit. Sipas raportit për reformën administrativo-territoriale, nga 41 funksione të vetëqeverisjes vendore të analizuara, 6 rezultojnë të paushstruara, ndërsa 10 të tjera vlerësohen me nivel të pamjaftueshëm. Bashkitë shqiptare po hasin vështirësi në ushtrimin e disa prej përgjegjësive që lidhen me zhvillimin ekonomik, mbështetjen e biznesit, bujqësinë dhe mbrojtjen e mjedisit. Sipas raportit për reformën administrativo-territoriale, 2 nga 41 funksione të vetëqeverisjes vendore të analizuara, 6 rezultojnë të paushstruara ose të ushtruara në mënyrë shumë të kufizuar, ndërsa 10 të tjera vlerësohen me nivel të pamjaftueshëm. Në grupin e funksioneve me performancën më të ulët përfshihen zhvillimi ekonomik vendor, mbështetja për biznesin e vogël, organizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik, informacioni dhe këshillimi për bujqësinë dhe zhvillimi rural, si dhe funksione të rëndësishme për mbrojtjen e biodiversitetit dhe kontrollin e ndotjes së ajrit, ujit, tokës dhe zhurmave. Këto janë fusha ku bashkitë duhet të kenë një rol më aktiv në zhvillimin e territorit. Raporti evidenton se një prej problemeve kryesore është mungesa e strukturave të specializuara, burimeve njerëzore dhe financimeve të dedikuara. Shumë bashki nuk kanë specialistë të mjaftueshëm për zhvillimin ekonomik, bujqësinë apo mjedisin, ndërsa administrata vendore përqendrohet kryesisht në shërbimet administrative dhe nevojat e përditshme të qytetarëve. Problematika është dhe më e theksuar në bashkitë e vogla dhe rurale, ku mundësitë financiare dhe kapacitetet profesionale janë më të kufizuara. Këto bashki hasin vështirësi në artimin e projekteve, tërheqjen e investimeve, mbështetjen e sipërmarrjeve dhe përfitimin nga fondet kombëtare apo ato të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të raportit, niveli mesatar i suksesit në projektet e financuara nga BE-ja është rreth
36.4%. Raporti thekson se reforma e decentralizimit u ka transferuar bashkive përgjegjësi të reja, por në disa raste këto nuk janë shoqëruar me burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore, edhe pse transferta sektoriale është rritur nga 7.5 miliard lek në vitin 2016 në 11.7 miliard lek në vitin 2024, pjesa më e madhe e fondeve përdoret për paga dhe shpenzime të detyrueshme, duke lënë hapësirë të kufizuar për politika zhvillimi dhe investime vendore sipas Monitor. Vaksina antigrip mbetet një nga mënyrat më të mira për mbrojtjen e fëmijëve nga gripi nga virozat stinore, sipas pediatres Raimonda Zoto. Gjatë një interviste për Blu Televizion, Zoto bën apel prindërve të mos i shtyjnë vaksinimet, pasi sipas saj janë të sigurta dhe në të mirë të shëndetit të fëmijëve. Vaksina antigrip është tepër e rëndësishme për shëndetin e njeriu dhe sidomos moshave pediatrike. Raimonda Zoto, mjeke pediatre qendër shëndetësore numër 3, thotë se kjo vaksinë është mbrojtësia më e mirë e shëndetit të vegjëlve, sidomos në periudhën e virozave stinore. Sipas mjekes Raimonda Zoto, numri i vaksinimeve është në kuotën e rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, por vazhdon të ketë ende prindër skeptik për të kryer vaksinën tek fëmijët e tyre, apo që e shtyn atë në kohë me frikën se mund të ketë ndikim në autizëm. Faktikisht situata vaksinale, të paktën po flas për qendrën tonë apo për ambulancën tonë, që situata vaksinale është në parametra të duhura dhe përqindja vaksinale është pothuajse në atë që e rekomandon dhe OBSH-ja, por nuk përjashtojnë rastet e prindërve skeptik të cilët refuzojnë të bëjnë vaksinën apo e shtyjnë vaksinimin në kohë. Nuk e bëjnë në kohë vaksinimin, e shtyjnë për një kohë të dytë, duke pritur, duke menduar se vaksinat, sidomos ajo e MMR-s, e frut parotit rubeolës, që mund të ketë ndikim në autizëm. Por kjo nuk është e vërtet, nga dënat tona, ne kemi dhe fëmijët pa vaksinuar që kanë probleme të çrregullimit të spektrit autik. Patjetër, vaksinat janë për të rritur imunitetin e fëmijës apo për të njohur me sëmundjen. Dhe në momentin që fëmija sëmurët, aktivizohen kundërtrupat kundrejt viruseve apo kokëve. Mjeke Raimonda Zoto ka një apel drejtuar prindërve, duke i rekomanduar këtyre të fundit kryerjen e vaksinave të moshës, por edhe të atyre antigrip. Si mjeke nën, por dhe gjyshe, Zoto thotë se të bazuar në studime dhe eksperiencë, vaksinat janë të mirë të shëndetit të vegjëlve. Po, ne apelin ta bëj dhe në media, se ne pothuajse çdo ditë apelojmë dhe çdo prind që vjen këtu ne i rekomandojmë për bërjen e vaksinave, për efektet anësore, apo dhe për benefitet që ka bërja e vaksinave në rritjen e imunitetit. Në dienin time, po, unë edhe si nën, edhe si gjyshe, i kam kryer të gjitha vaksinat, po edhe si mjeke kam rekomanduar dhe kam propaganduar që vaksinat janë në të mirë të shëndetit. Pavarësisht rritjes së numrit të fëmijëve të prekur çdo vit nga virozat stinore apo viruse të ndryshme në qarkullim, numri i vaksinimeve në rang qarku vjen në ulje. Kjo si rrjedhoi shumë teorive që qarkullojnë kryesisht në internet dhe rrjetet sociale për efektet negative të vaksinave, të cilat janë të pabazuara në studime të mirëfillta shkencore. Fundi javës ka rikthyer sërish trafikun e rënduar në qytetin bregdetar të Vlorës. Shkak për këtë situatë është numri i lartë i pushuesve vendas dhe të huaj, të cilët kanë zgjedhur Vlorën këtë fundjavë për të kaluar ditët e pushimit. Ngarkesë e konsiderueshme është shënuar në Transballkanike dhe Lungomare. Fundjava ka sjellë trafik të rënduar në qytetin e Vlorës. Rruga Transballkanike për të akset përgjatë Bregdetit janë edhe ato që përballojnë fluksin më të lartë të automjeteve. Numri i lartë i pushuesve vendas dhe të huaj, të cilët kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar fundjavën në qytetin bregdetar, ka shtuar ndjeshëm dhe numrin e automjeteve, ndërsa fluksi ndihet pothuajse në gjitha segmentet rrugore të qytetit të Vlorës. Një situatë e cila duket se është përsëritur shpesh gjatë fundjavës të muajit gusht dhe pritet na shoqërojë të paktën deri në fund të këtij muaji.
Fundi javës ka rikthyer sërish trafikun e rënduar në qytetin bregdetar të Vlorës. Shkak për këtë situatë është numri i lartë i pushuesve vendas dhe të huaj, të cilët kanë zgjedhur Vlorën këtë fundjavë për të kaluar ditët e pushimit. Rruga transballkanike, lungomare si dhe akset e tjera rrugore përgjatë Bregdetit janë përballur me një fluks të shtuar të automjeteve, duke sjellë ngadalësim të lëvizjes dhe krijimin e radhëve të gjata në disa segmente. Një situatë e tillë është regjistruar përgjatë gjithë muajit gusht, veçanërisht gjatë fundjavave, kur numri automjeteve që hyjnë dhe dalin nga qyteti rritet ndjeshëm. Fluksi i lartë i turistëve dhe pushuesve ka sjellë ngarkesë të konsiderueshme në rrjetin rrugor të Vlorës. Edhe gjatë fundjavave në vijim pritet që trafiku të vijojë të jetë rënduar, pasi sezoni turistik është ende në kulmin e tij. Autoritetet dhe drejtuesit e mjeteve duhet të tregojnë kujdes të shtuar në rrugë, ndërsa udhëtarëve u këshillohet të planifikojnë lëvizjet e tyre, sidomos në oraret me fluksin më të madh. Situata pritet të vijojë deri në fund të muajit gusht, kur zakonisht nis edhe ulja graduale e numrit të pushuesve dhe përpasojë ngarkesës në akset kryesore të qytetit bregdetar. Fundjava ka sjellë një rritje të ndjeshme të fluksit të lëvizjeve në pikat kufitare të Kakavijës dhe Qafbotës. Në kufi me Greshin, radhë automjetesh janë krijuar në të dy anët e pikës kufitare, ndërsa fluksi është më i lartë në hyrje drejt Shqipërisë. Në këtë pikë, pala shqiptare po punon me 4 sportele, ndërsa pala greke me 2 sportele. Me qëllim koordinimin sa më të mirë të masave për përballimin e fluksit në hyrje-dalje në pikat e kalimit kufitar me Greqin, drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, drejtuesi i parë Sajmir Muça, së bashku me drejtorin vendor për Kufirin dhe Migracionin Gjirokastër dhe shefin e stacionit të policisë kufitare Kakavi, zhvilluan një takim me homologët e policisë greke në ambientet e qendrës së përbashkët të kontaktit për bashkëpunimin policor dhe doganor në Kakavi. Në fokus të takimit ishte menaxhimi i fluksit në pikat e kalimit kufitar, si dhe forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër krimeve kufitare. Policia kufitare dhe pala greke u angazhuan për intensifikimin e masave të përbashkëta në të gjithë pikat e kalimit, me qëllim eliminimin e radhëve të gjata. Në përfundim të takimit, drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, drejtuesi i parë Sajmir Muça, siguroi të gjithë qytetarët që përdorin pikat e kalimit kufitar për angazhimin maksimal të shërbimeve të policisë kufitare dhe koordinimin e veprimeve me homologët grek, me qëllim krijimin e lehtësirave ligjore dhe eliminimin e radhëve të gjata në hyrje-dalje në këto pika kalimi. Vjoj me një tjetër informacion, është zhvilluar mbrëmjen e shtunë në Vajzë të Selenicës, nata e dytë e Vajza Fest, festivalin edicionin e 4 të tij. Vajza Fest, një fest që bashkon traditën, kulturën dhe trashëgimin, duke sjellë në vëmendje vlerat dhe pasuritë e kësaj treve. Vajza Fest ka viju në Amantja me ditën e dytë aktiviteteve në një atmosferë festive që ndërthur sportin, traditën dhe promovimin e vlerave të zonës. Për të dytin vit radha, si aktivitetet e Vajza Fest zhvillohen në Amantja me synimin për të promovuar vlerat historike, kulturore dhe traditat e zonës, por edhe përmes sportit dhe aktiviteteve të shumta për ta kthyer Amantjen në një nga destinacionet e rëndësishme turistike. Në aktivitet ishin të pranishëm dhe Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit Blendi Gonxha, si dhe kreu i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli. Flaka olimpike dhe lëshimi pëllumbave të paqes çelën si parin e aktiviteteve në Amantja në kuadër të Vajza Fest. Për t'i lënë më pas vendin aktiviteteve të shumta sportive ku morën pjesë 10 ekipe në disiplina të ndryshme. Ministri Blendi Gonxha vlerësoi zhvillimin e këtij aktiviteti, duke theksuar se me mbështetjen e qeverisë synohet që Vajza Fest të kthehet jo vetëm në një traditë të përvitshme, por edhe një nga mënyrat më të mira për promovimin e kësaj zone me resurse të shumta historike, kulturore dhe turistike. Ajo më bëri përshtypje edhe mua vetë edhe për shkak të sitit këtu që është shumë i rëndësishëm nga pamja e trashëgimisë dhe antikitetit, por edhe se sa bukur mbijeton, por edhe bashkëton trashëgimia, tradita dhe sporti, aktivitetet, në përgjithësi kultura, edukimi, eksperienca në natyrë, jeta aktive, ne gjithë kemi nevojë për ta kombinuar këtë sa më mirë në aktivitetet të tilla. Biles po mundohem të mësojmë bashkë me ekipin tim për disa prej siteve të tjera ku mund të zhvillojmë aktivitete të tilla, por natyrisht edhe me shumë mirënjohje për bashkinë që ka përballuar e vetme. Shoqatën do mundohemi ta mbështesim me një mbështetje vjetore organizative, në mënyrë që ajo të krijojë më shumë kapacitet dhe më shumë mundësi për të mbështetur. Mund të jetë shoqatë, sipas asaj që folim, mund të jetë fondacion. Edhe se me legjislacionin ton bëhet më e lehtë, presim si vjet në vjesht të përfundoj me ligjin e sponsorizimit, që do japë një
hodh financimeve private për sportin, kulturën, artin dhe rinin, që është gjithmonë brenda këtyre sektorëve. Dhe kjo do na e gjallërojë shumë jetën dhe do japi një injeksion shumë mirë financiar këtyre mundësive, ideve, projekteve. Kreu i Komitetit Olimpik Fidel Ylli u shpreh se sporti dhe aktivitetet të tilla janë një mënyrë e mirë për të promovuar vlerat, historinë dhe traditat e një zone, duke theksuar se Amantia do të vijojë të jetë pjesë e aktiviteteve të përvitshme. Është viti i dytë që Komiteti Olimpik i ka hyrë në mes kësaj feste. Para 3 vjetësh mua më ka ftuar kryetari i shoqatës së Vajzë Fest dhe miku im Sokol Sadushi për të marrë pjesë në aktivitetin kulturor, artistik, me poezi, me teatr, me muzikë, me këngë. Dhe po diskutonim ç'a mund bëjmë në gjë sportive, por nuk ka gjë më të bukur të gjithë kusit arkeologjik mos organizosh një festë sportive. Është trashëgimi kulturore, është identiteti kombëtar, është shekulli i dytë që janë bërë lojra, para lojra olimpike që janë bërë në Olimpia. Është shumë e rëndësishme, se shqiptarët nuk duan të hanë vetëm ushqime dhe të jetojnë. Ushqim më të bukur, shpirtëror, identitet kombëtar, se Amantia për ta promovuar besoj nuk ka. Prandaj me shumë kënaqësi si presidenti i Komitetit Olimpik i kemi vënë të gjithë energjitë tona, të federatave tona, trajnerëve sportistëve në këtë ditë gushti për të ardhur, për të dytërisht edhe për ta promovuar këtë sit arkeologjik, që këtu të bëhen më shumë investime, të ketë më shumë gërmime, që të vinë më shumë turistë, që të ketë më shumë agroturizëm të brenda, të ketë një hoteleri, se këtu është një mrekulli e majtë malit. Dhe unë mendoj që bashkërisht, prandaj ishte shumë e rëndësishme ardhja e ministrit, që shprehu gatishmërinë dhe do të vi bashkë me zëvendësministrin, erdhën treguan që do ta mbështesin këtë aktivitet për ta gjallëruar dhe për ta miksuar edhe me poezi dhe me piktura dhe me shumë gjëra. Gjithë ky ambient i bukur ka nevojë akoma për më shumë aktivitete. Por mendoj që si vit dytë ne kemi bërë të jashtëzakonshëm këtë vit, me gjithë ta fëmijë që po na presin aty bashkë me ministrin për të vizituar dhe për të falendëruar që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria. Kryetari i shoqatës së fshatit Vajzë dhe kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi falendroi të gjithë ata që kontribuan në realizimin e aktivitetit, duke nënvizuar rëndësinë e promovimit të mëtejshëm të zonës dhe vlerave të saj. Po sigurisht është kthyer në traditë, edhe është kënaqësi të kthehet në traditë, sepse në fakt ne i kthehemi traditës. I kthehemi traditës dhe ardha në Amantia është pikërisht për të rikujtuar dhe traditë. Në fakt neve e kemi organizuar një përbashkët Vajzë Fest me Amantin, sepse edhe tradicionalisht këto dy fshatra kanë qenë pothuajse si bashkë. Dhe për më tepër që Amantia jep vlerë edhe aktivitetet që organizojmë Vajzë Fest, sepse përveç artit, kulturës dhe pjesës poezisë, është futur edhe sporti. Sporti në veçantë, por nga trashëgimia në tërësi. Është shumë e rëndësishme që të rikujtojmë çdo gjë që ka kaluar, për më tepër në këtë vend një 2000 sa vjet përpara. Faleminderit juve. Kryetari i Bashkisë Helenisë, Nertil Bellaj, e cilësoi këto 3 ditë të Vajza Fest si një mundësi të rëndësishme për promovimin dhe zhvillimin e zonës, veçanërisht në drejtim të turizmit. Ai u shpreh gjithashtu se Selenica duhet të vijojë të mbetet bashki, duke shpresur se edhe kryeministri do ta rishikojë këtë qëndrim. Bashkia e Selenicës është shumë e vëmendshme ndaj aktiviteteve dhe ka disa vite, 4 vite që u ka dhënë një fokus të veçantë. Ne para disa ditësh organizuam festivalin e këngës Labër Kot, dhe mbas një javë jemi pikërisht në Vajzë Fest me 3 netët e saj, ku një prej netëve është pikërisht këtu në Amantia, në natën olimpike. Do të jetë një mundësi shumë e mirë për të gjithë bizneset që janë rreth e qark zonës, por edhe për të krijuar një mundësi dhe një mundësi tjetër për të zhvilluar akoma bizneset, që të fillojnë fillizat e para të bizneseve. Sa e kuptojnë që janë pikërisht turistët, janë angazhimet, janë njerëzit që vinë, është mendësia që do të ketë edhe një të ardhmë më të mirë. I gjejmë të gjitha, gjejmë edhe detin tani. Në kohët e fundit kemi gjetur edhe detin. Kjo nuk është batut, kjo është e vërtet. Në Vërmik, midis fshatit Vërmik dhe fshatit Bashaj, del ujë kripur nga mali dhe ne kemi munduar që ta grumbullojmë duke kthyer në një pishinë natyrale dhe kanë disa ditë që aty vinë dhe turistë dhe e frekuentojnë. Edhe guidat që zhvillohen në Përshtigje, ka shumë guida turistike siç është Hiking Vlora. Ne do të vazhdojmë të themi argumentat, do të vazhdojmë të sqarojmë të gjitha pasuritë që ne kemi. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë
fort dhe besojmë që Bashkia e Srebrenicës mund të zhvillohet e vetme si një bashki bujqësore, elektorale dhe një turizëm malor dhe kulturor. Aktivitetet të përmbyllen me lojra të ndryshme popullore, aktivitete sportive, poligon dhe kulinari, ndërsa atmosfera festive u shoqërua edhe me tingujt e muzikës dhe këngës polifonike. Vajza Fest synon të kthejë në një traditë të përvitshme, duke bashkuar sportin, kulturën dhe traditën, por mbi të gjitha duke vendosur Amantiën dhe zonën e Selenicës në vëmendjen e vizitorëve turistik. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.